Kiara Tito në zi humb njeriun e dashur të familjes. Kiara Tito ka njoftuar ndarjen nga jeta të gjyshes së saj Maria në moshën 94 vjeçare. Lajmi është bërë publik nga vetë moderatorja përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ndau 2 momente personale nga albumi familjar, një foto pranë gjyshes së saj gjatë shtatzanisë dhe një tjetër ku vajza e saj Luna Mari përqafon stërgjyshen. Lam të mirë Nana Mari e dashur, do më mungoj gjithmonë zëri yt, përqafimi yt dhe lutjet e tua u presh në paqe, shkroi ajo në dedikimin e saj. Për Kiarën, kjo është një humbje e rëndësishme familjare, por gjithashtu një kujtim i ruajtur me dashuri përmes brezave. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.